Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku në video të publikuar në rrjetet sociale shpreh shqetësimin se rritja e të ardhurave nga taksat është rezultat e rritjes së çmimeve dhe kostot të jetesës, duke përmendur rritjen prej 30% në të ardhurat nga tatimi mbi vlerën e shtuar, e cila është një taks mbi konsum. Sipas saj, kjo rritje ka ardhur plotësisht nga qytetarët më të varfër, pensionistët dhe shtresat e mesme, duke bërë që bara e krizës ekonomike të rëndojë mbi ta. Janë mbledhur më shumë të ardhura nga TVSH-ja, që është taksa konsumit. Tregon që çmimet janë rritur dhe kjo rritje me 30% të TVSH-s ka ardhur e gjitha nga xhepat e varfër të pensionistëve dhe shtresës së mesme. Në vijim, Tabaku argumenton se dhe rritja e të ardhurave nga sigurimi shoqërore nuk ka ardhur si rezultat i formalizimit të tregut të punës, por thjesht nga rritja e pagave në administratë publike, të cilat janë reflektuar në taksa më të larta për qytetarët. Kanë mbledhur më shumë të ardhura thon nga sigurimi shoqërore. Mos kujtoni se kanë ndonjë formalizim. Vjen e gjitha si rezultat i rritjes pagës në administratën publike dhe e gjithë rritja shkoi në pagesa taksash. Kështu ka ndodhur çdo herë, kështu ka ndodhur çdo vit. Ky është mentaliteti socialist. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pret certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit dhe më pas të nis konsultimit për formimin e qeverisë së re. Një herë certifikimin e votimit. Deklarata vjen pas ceremonisë së diplomimit të gjeneratës së 45 të shërbimit korrektues të Kosovës. Numërimi i votave të zgjedhjeve të përgjithshme përfundoi të mërkurën e 5 marsit. Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut Arben Taravari premtoni që në klinike Nën Tereza në Shkup 600 vende parkimi të reja. Në një konferencë për shtyp, Taravari theksoi se çmimi për një orë parkimi do të jetë 40 denar. Sipas tij, në këtë mënyrë pritet të zgjidhet përfundimisht problemi i parkimit në spitalin publik. Sot është 7 marsi, në Trojës shqiptare kujtohet dita e mësuesve. Ministri i Arsimit dhe Sportit në Shqipëri Ogerta Marnaseli uroi mësuesit që me durim dhe përkushtim mbjellin dhe kultivojnë faren e dijes tek fëmijët tanë. Ndërsa ministri i Shtetit për Rinin dhe Fëmijët Bora Muzhaqi uroi mësuesit, edukatorët dhe akademikët, misionarët e dijes dhe të formimit të brezave të rinj. Urimeve u bashkua dhe kryeministri Edi Rama dhe ministri i Financave. Ndërsa nga Partia Demokratike reagoi drejtuesi i Departamentit të Arsimit Lila Sula. Ajo shpreh shqetësimin për gjendjen e arsimit në vend dhe premtoi se dinjiteti i mësuesit, reforma dhe financimi i arsimit do të jenë prioriteti i opozitës. Partia Demokratike e bindur se dinjiteti i mësuesit, reforma dhe financimi i arsimit janë prioritet, do të dyfishojë buxhetin për arsimin dhe shkencën. Paga mesatare e mësuesit do të shkojë rreth 1.300 euro në muaj dhe ajo e pedagogut 2.000 euro në muaj. Garantojmë statusin ligjor dhe ekonomik të mësuesit, të marrëdhënieve të punës dhe të zhvillimit të karrierës. Vota. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dha detajet e planit me 5 hapa për të financuar investime masive të mbrojtjes në Bashkimin Evropian. Von der Leyen planifikon të lejojë vendet e veçanta të Bashkimit Evropian që të përjashtojnë përkohësisht disa investime të mbrojtjes nga kufit e rrep të borxhit dhe deficitit të bllokut. Kjo do të lejojë shteteve anëtare një fleksibilitet më të madh fiskal që u nevojitet, do të jap atyre hapësirën për të investuar në mbrojtje menjëherë dhe në mënyrë thelbësore, tha ajo. Një fond i ri me 150 miliardë euro kredi do të përdoret për programe të përbashkëta nga prodhuesit evropian. Një pjesë e blerjeve duhet të jetë për përfitimin e Ukrainës, tha von der Leyen. Komisioni synon gjithashtu të thjeshtojë rregullat e BE-s në lidhje me investimet në mbrojtje. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.